Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmësorën. Sot është e premtja e madhe. O hy, më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O për kujtes e vdekjes së hyjit, o bukë e gjallë që i jep jetë njeriut, ti mendjen time bëjën ty të roj, e gjithmonë ty ëmbël të shijoj. O pelikan hy mëshirë ploti Jezus, mua të papastrin gjaku yt të më pastroj, nga i veç një pik mund të shëlboj, mbar rruzullimin nga të gjitha kobet. Kur të shoh ty me fytyrë të zbuluar, në shpirt i kënaqur për lavdin tënde, me qetat lume në parajs bashkuar, atit dhe ty e shpirtit do të thur lavde. Amen. Antifona e parë. Shikoni o popull të gjithë, a e shihni dhimbjen time? Psalmi 116. Besoj edhe atëherë kur më duhet të them, jam i pafat për së tepërmi. Në hutimin tim kam thënë, renacak është çdo njeri. Si do t'ja shpërblej Zotit për të gjitha të mira që mi ka dhënë? Do të ngrej kotën në shëlbimit e me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në pranin e mbar popullit të tij. E çmueshme është para Zotit vdekja e shenjtërve të tij. O Zot, unë jam shërptori yt dhe biri shërptore sate. Ti i këpute hekurat e mi. Ty do të ta kushtoj flinë e lavdit, me nderim do të thëras emrin e Zotit. Do t'i kryej kushtet e mia bërë Zotit, në praninë e mbar popullit të tij, në oborët e shtëpisë së Zotit, midis teje o Jeruzalem. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. shikoni o popull të gjithë, a e shihni dhimbjen time? Antifona e dytë. Shpirti im është në ankth, zemra ime është e trazuar deri në vdekje. Psalmi 143. O Zot, dëgjoje lutjen time, vëri vesh sipas besnikërisë sate lutjes sime, më dëgjo në saje të drejtësisë sate. Mos hyrë në gjyq me shërptorin tënd, se asnjë i gjallë nuk mund të dalë i drejtë përpara teje. Armiku e salvon shpirtin tim, për dhe e shtroj jetën time, më ka lidhur në errësirë, por si të vdekurit e ka hershëm. Shpirti im porënkon në mua, të mpit e kam zemrën në kraharor. Më kujtohen ditët e shkuara, i kujtoj të gjitha veprat e tua, i peshoj veprat që ti i kreve. I ngrej drejt teje duart e mia, shpirti im si toka pa ujë ka etje për ty, më përgjigj pa vonesë o Zot, se mbeta pa frym. Mos e fsheh fytyrën tënde prej meje, të mos bëhem si ata që zbresin në varr. Bëj ta dëgjoj mëshirën tënde në mëngjes, sepse shpresën e kam vënë në ty. Ma mëso udhën se cilës duhet të eci, sepse tek ti e kam lartësuar shpirtin, më shpëto prej armiqve të mi, o Zot, jam dore tënde. Më mëso ta kryej vullnetin tënd, sepse ti e hyji im, shpirti yt i mirë le të më prinë në vend të drejtë. Më përtëri në jetë, o Zot, pa shemrin tënd, pa drejtësinë tënde, nxirre shpirtin tim nga shtrëngimi. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Shpirti im është në ankth, zemra ime është e trazuar deri në vdekje.
Antifona e tretë. Jezusi, posa e kërkoi uthullën, tha: Gjithçka u krye, uli kryet e dha shpirt. Kënga nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2, rreshta 6 deri 11. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazinë e vet me të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes E mori natyrën e shërptorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për kapahmja jashtme duke i vetëm njeri. e përuli vetveten duke u bëri dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj Jezu Krishti është Zot në nder të hyjit atë, lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Jezusi, posa e kërkoi uthullën, tha: Gjithçka u krye, uli kryet e dha shpirt. Leximi i shkurtër nga letra e parë e Pjetrit, kapitulli i 2. Krishti pësoi për ju duke ju lënë shembullin që dhe ju t'i ndiqni gjurmët e tia. Ai që mëkat nuk bëri dhe në buzët e tia nuk u gjet gënjim. Ai që i fyr nuk hakmerej me fyrje dhe i salvuar nuk kërcnohej, por ja lëshon të çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate të jetojmë për drejtësi, me plagët e të cilit jemi shëruar. Krishti për ne u bëi dëgjueshëm deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Ne që ishim armiq, tani jemi pajtuar me hyin me anë të vdekjes së birit të tij. Kënga e Virgjës së Lumë sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brohurit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoi me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, që se që tani të gjitha breznin do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë të shtemri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë, e tregoi fuqinë e krahut të vet, i hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duarthat, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasarsve të tij në amshim, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ne që ishim armiq, tani jemi pajtuar me hyin me anë të vdekjes së birit të tij. Lutjet e besimtarve. Duke e rikujtuar me përshpirtri vdekjen e Zotit ton Jezu Krishtit, prej të cilit botës i buroi jeta, ti lutemi hyjit atë me këto fjalë: O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Bashkoje kishën tënde në një, ruaje papën ton Franceskun. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Shenjtroj me shpirt shërptorët e kishës dhe besimtarët e popullit tënd. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Rrite fenë dhe njihi katekumentët. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Bashkoj të gjithë të krishterët. O Zot, dëgjoje lutjen tonë
përmes vdekjes së birit tënd. Hebrejnë bëri ta plotësojnë shëlbimin. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Me rezën e dritës sate, ndriçoj të gjithë ata që besojnë në Krishtin. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Shenjat e mirësisë sate tregojnë në krijesa për të gjithë ata që ende të mohojnë. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Drejtoj mendjet dhe zemrat e të gjithë udhëheqësve. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Ngushëlloj të përvuajturit, të pikëlluarit dhe të shtypurit. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Ki mëshirë për të ndjerët. O Zot, dëgjoje lutjen tonë përmes vdekjes së birit tënd. Aty që e në qiell u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj, shikoje me dashuri familjen tënde, për të cilën Zoti ynë Jezu Krishti nuk nguroj të dorëzohej në duart e armiqve dhe të pësonte vuajtjen e kryqit. Ai që është Zot e jeton e mbretëron me ty e në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.